Mira njerëz u mblodhën në Beograd të hënën për të përkujtuar fushatën e bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 edhe për të protestuar kundër zhvillimit të një kompleksi luksoz nga një kompani investimi e krijuar nga Jared Kushner dhe ëndri presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Protesta u thirr të hënën nga studentët e Universitetit Shtetëror të Beogradit, të cilët kanë bllokuar mësimet në fakultetet e tyre që nga fillimi i dhjetorit, duke udhëhequr protestat antiqeveritare për 4 muajt e fundit. Ognjen Pjevaç, një student 20 vjeçar, ju bashkua protestës përpara ish-selisë së ushtrisë serbe, e cila vitin e kaluar ju dha për shfrytëzim firmës së investimeve të Kushner me bazë në SBA, Affinity Partners. Është 26 vjetori i bombardimeve të NATO-s dhe ne protestojmë sepse kjo ndërtesje është dhënë dikujt për përfitime. Por ndërtesat duhet të qëndrojnë këtu, pasi është një dëshmi e agresionit të NATO-s. 2 ndërtesat në Beograd u dëmtuan gjatë bombardimeve të NATO-s për të ndaluar vrasjen e shqiptarëve etnik në Kosovë. Ndërtesat janë projektuar nga arkitekti serb Nikola Dobrović, duke u ndërtuar midis viteve 57 dhe 65. Dizajni i tyre ka për qëllim të ngjasojë një kanjoni të lumit Sutjeska në Bosnjën Lindore, ku u zhvillua një nga betejat kryesore të luftës së dytë botërore në vitin 1943. Ndërtesat duhet të kishin mbetur si monument kulture të mbrojtura nga shteti, tha për Reuters Predrag Janić, 61 vjeç, i cili mori pjesë në protestë. Autoritetet serbe dhe firma e investimeve e Kushner me bazë në SBA, Affinity Global Development, nënshkruan një marrëveshje për shfrytëzim për një periudhë 99 vjeçare vitin e kaluar, duke lejuar kompaninë të rindërtonte 2 ndërtesat që ndodhen në Beograd dhe që strehonin selinë e ish-ushtrisë popullore jugoslave, duke i shndërruar ato në gradacela luksoze.